Një nga zonat më të veçanta që keni është padyshim maja e Munellës. Nga vjen si emër Munella dhe çfarë pasurish kombëtare ruan në atë mal? Ajo ka një pasuri të pa imagjinueshme, nëntoksore dhe mbitoksore. Fjala Munell, sipas gojdhanave, vjen nga fjala Munell, nga fjala lek. Çfarë pasurie kombëtare ruan sot maja e Munellës sa i përket edhe metaleve të cilat dalin nga aty? Ajo ka 12 elemente pasurie të kombëtare. Ka pasur ar? Edhe ar ka, po. Gjatë viteve turist e preferojnë si zonë për ta vizituar? Për lëvizje për verë, lëvizje shumë këtu. Shumë, a? Po. Motora, makina, reli. Na ka shoqëruar në këtë rrugtim tonin drejt majës së Munellës, një prej studentëve ekselent do ta quaja unë të Universitetit Bujqësor, Daniel Përdeta, një herazi edhe venali zonës, mund ta quajmë kështu apo jo. Pas nesh qëndron maja e Munellës apo jo? Atje është maja e Munellës që ka lartësi në rreth 1996 metra mbi nivelin e detit. Është një nga malet më kryesor të vendit, pasi ka rreqebullin e Ballkanit. Është një specie në zhdukje që fal punës së PPN-s kanë arritur që ata zbulojnë dhe ta monitorojnë gjatë gjithë kohës në malin e Munellës që prej vitit mos gabon 2011, por kryejnë monitorime me kamera kurth të vazhdueshme dhe kanë treguar që jo vetëm rreqebulli ka gjetur shtëpi në Munellë, por edhe shumë kafshë të tjera, si derat e egër, dhia e egër, kaprojt. Pra ka një lëshmëri? Po, ka një lëshmëri të madhe të faunës së egër këtu në majën e Munellës. Peizazhi ishte fantastik, pra mënyrën se si ne u ngjitëm, por dhe pjesa e kurorës që ka veshur gjithë pjesën e vargmalit, duket që ka një lloj, le të themi, pamje shumë bukur. Kemi një lajm shumë të mirë që po japim ekskluzivisht tani nga maja e Munellës, gjatë një kërkimi shkencor që po bëhen në bashkëpunim me Fakultetin e Pyjeve. Kemi arritur të evidentojmë me sipërfaqe të provë që filizëria në majën e Munellës dhe gjatë gjithë vargmalit të Munellës është në nivele jashtëzakonisht shumë të mira, që arrin rreth 4685 filiza për hektar. Në 10 vjeçarin e ardhshëm do kemi një pamje shumë më të bukur se kemi tani këtu në malin e Munellës. Deri tani aktualisht, Daniel, derisa ke parë dhe të kanë rrëfyer banorët e zonës apo dhe prindërit familjarët, ka një frekuentim, disa prej banorëve na thanë që ka një dëshirë të mirë të turistëve për të vizituar këto vende? Numri i turistëve këtu është gjithmonë në rritje. Në grupime të mëdha që arrin të kapin majën e Munellës atje, është një majë që preferohet që të kesh një udhërrëfyes me vete, pasi nuk e dihet asnjëherë rreziqeve. Për fat të keq, tu kemi pas edhe një rast të vdekje të alpinistit Ndoc Mulej, që ka ndruar jetë pikërisht këtu në malin e Munellës. Pra rekomandojmë që turistët që vijnë këtu do të kenë një udhërrëfyes me vete që t'i dinë shtigjet dhe mos të rrezikojnë. Rreqebulli është filmuar për herë të parë në majën e Munellës, pra po, për herë të parë në Shqipëri është filmuar në zonën në Shqipëri, në Shqipëri është filmuar në zonën e Munellës. Ai është një banor autokton dhe ne e cilësojmë si mbretin e malit të Munellës. Çfarë do të bërë që turistët vinë më shpejt edhe banorët kenë një lloj benefiti sa i përket përfitimit nga turizmi? Padyshim që promovimi i zonës është një ndër gjërat kryesore që ne duhet bëjmë, që turistët ta dinë se kush është Munella, përveç atyre lajmeve të 10 vjeçarit fundit që kemi parë dhe shkatrim të malit të Munellës, tani gjendja ka ndryshuar. Numri i turistëve vit pas viti çdo pranverë po shtohet, kështu që janë të mirëpritur. Ne mirëpresim. Falenderoj shumë Daniel edhe për këtë rrugtim që ne kaluam së bashku. Po ashtu siç edhe Danieli na rrëfeu Zefi pak më parë, por dhe banor të tjerë që prekëm nga afër zonat e mullinjve, të cilët ishin të vjetër, shekullor, por që të mirëmbajtur, për ta treguar një copës nga Shqipëria e bukur. Kështu që unë ju përshëndes dhe ju falenderoj që na ndoqët